Një sasi alarmante prej më shumë se 4 ton fileto deri të infektuar me salmonel ka hyrë në Shqipëri dhe sipas të gjitha gjasave, po konsumohet dhe shitet ende në treg për qytetarët. Skandali lidhet me subjektin importues Frigo Alba, me administrator Luan Yazexhiun dhe Ledjo Kokën, të cilët janë përgjegjës për futjen e këtij mishi në vend. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, institucioni që duhet të garantojë sigurinë ushqimore të qytetarëve, kishte premtuar se mishi i kontaminuar do të asgjësojë më njëherë pas zbulimit të problemit. Megjithatë, 3 muaj pas njoftimit zyrtar, procesi i asgjësimit rezulton ende i pazhvilluar, të paktën sipas dokumentacionit kontradiktor që vetë institucioni ka dorëzuar. Në datën 29 prill, AKU deklaronte publikisht se Frigo Alba kishte njoftuar drejtorinë rajonale të AKU-s në Tiranë për nisjen e procesit të asgjësimit dhe se po pritej përfundimi i procedurës. Por në një përgjigje të mëvonshme, AKU pretendon se mishi është asgjësuar më 23 prill, pra 6 ditë pas deklaratës së parë. Këto dy qëndrime të kundërta hedhin dyshime të rënda mbi vërtetësinë e informacionit që u ofrohet qytetarëve. Në një investigim të imtësishëm, është zbuluar se AKU po përpiqet të fshehë destinacionin final të mishit me salmonel. Institucioni refuzon të vërë në dispozicion të publikut dhe apo medias prova fotografike apo pamje filmike të procesit të asgjësimit, siç kërkohet ligjërisht në raste të tilla. Situata bëhet edhe më alarmante kur Agjencia Kombëtare e Mjedisit deklaron se nuk ka marrë asnjë kërkesë nga Frigo Alba për kryerjen e procedurës së asgjësimit. Sipas ligjit, inspektorët e mjedisit duhet të jenë të pranishëm gjatë groposjes së produkteve të rrezikshme për të garantuar ndjekjen e protokolleve dhe transparencën e procesit. Por në këtë rast, ata nuk kanë asnjë informacion për groposjen e sasisë prej 4516.75 kg mish deri të infektuar.